Edvin Ndreu do të jetë drejtori i policisë së qarkut të Vlorës për periudhën në vijim. Ndreu ka marrë emërimin definitiv si drejtori i policisë së qarkut. Ai u komandua në detyrën e drejtorit të policisë së Vlorës disa ditë më parë, pas ndryshimeve të fundit në strukturat drejtuese dhe largimit e Lidon Çelës. Ky i fundit u shkarkua nga detyra pas ngjarjes së dhunshme në Zvërnec, ku gjatë protestave kundër ndërtimit të një resorti u regjistruan akte dhune dhe përdorimi lëndëve sprajt ndaj protestuesve nga rojet private të kantierit. Edvin Ndreu, si komanduar, u prezantua nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit para disa ditësh në Vlorë, ndërsa tani, po nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka marrë zyrtarisht detyrën, duke u emëruar definitivisht si drejtori i Policisë së qarkut të Vlorës. Ndreu me herët ka mbajtur postin e drejtorit të drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit në Tiranë, si dhe disa detyra të tjera të rëndësishme në policinë e shtetit. Tashmë për drejtorin e ri të Policisë së qarkut të Vlorës Edvin Ndreu do të jenë disa sfida, të cilat ai duhet të përmbush në këtë detyrë të re. Sfida kryesore është menaxhimi i sezonit turistik, i cili në Vlorë tashmë ka nisur, si dhe garantimi i rendit dhe sigurisë publike.